Shkojmë dhe të lajmi i tret, i cili do mërzis pak më shumë se gjysmën e audiencës femra që na ndjekin. Sipas një studimi, është thënë se hobi i preferuar i grave është të rinë kot dhe të pinë kafe, të rinë të relaksohen, jo kot se u shpreha unë gabim. Të rinë kështu relaks në shtëpi edhe pirja e kafes. Ky është hobi i preferuar një pjesë të madhe të grave. Ky është studimi i radhës. Po pse burrat që pinë birra gjithë ditën çfarë? Jo, po nuk e konsideron hobi të preferuar. Burrat? Po, qa hobi të preferuar keti? Futbollin, unë. Ti, po. Tani, Adela, për thënë të vërtetën, Ka shumë gra që do doni ta bëni këtë. Unë nisje në mëngjesit me veten time dhe me kafen time e kam shumë të rëndësishme. Pa fol me asnjëri. Kafen e dua vetë. Po nuk e dua ta bëj gjithë ditën kështu, që të rri gjithë ditën duke pirë kafe për hobi. Ti vdes po të rish gjithë ditën me? Unë rri vetëm pak në mëngjes, e pi kafen me veten dhe ajo më shijon maksimum. Domethënë dita ime e mirë nis ashtu. Në rastin tënd ka një ndryshim. Ti e përdor kafe, nuk të përdor kafe aty. Nuk përdoret na brazilianët me kjo. Po, se brazilianët po na përdorin gjithve. Të gjithë po na përdorin brazilianët. Përdor kafen për qëllimet e veta. Por pra ti mendon që është e vërtet. Shumica më e madhe e grave do donin që gjithë ditën ta kalojnë nga ato gra që ftojnë njëra tjetrën në përshpirë, hajde pimi kafe. Hajde pimi çaj. E besoni, votoni, tani është momenti i votimit. Unë për këtë votoj, se më duket deri diku e pranueshme. Unë jam për të dalë në pension, edhe që të lajm herë në 3 ditë. Opa, modeli. Feromonistat. Modeli. Tën. Kush është e vërtetë? Tën. Do bik shumë nga do shkoj kjo alajtiza, kola alajtizës. Për herë të parë, për këtë vit, fitova unë? Fitova Erjani. Do iki në Malajzi? Nuk e di, se fitove ndoshta efekti moslarjes, i shplarjes, i ujit. Jo, se s'lajm, se jam pedagog, jam i detyruar nga studentët dhe do shkoj atje. Nga lajmi more Erjon, se ti e njëri më i pastër që Larja të shpërlan. Pse mos ishe pedagog zdo lajshe ti? Po jo, ma s'ka uja ndega komuna Parisi. Po të studime s'ka nevoj se jam studim vetë.